fundit të gatimeve tona, po kemi dhe shumë për t'ju treguar, do të përgatisim tani gjellën me bamje, fillimisht do t'i lexoj Albana produktet, sa të bëhemi gati dhe me bamjet që unë kam skuqur dhe direkt shtoj dhe tek vaji i tyre shtuam edhe qepën. Bashkë me ujë. Po. Shumë pak produkte të tjera ju duhen, baza është bamja, do t'i zgjidhni janë në treg edhe shpresojmë që të jenë të preferuara, sidomos për personat që vojnë nga diabeti, bamja duhet të jetë perimja kryesore në menun e tyre javore, dhe jo vetëm në gjell, por edhe kemi thënë disa metoda, vendosja e tyre në ujë që në darke, pirja esëll e lëngut të tyre, e mban të stabilizuar sheqerin në gjak. Shohim së bashku njëherë tani recetën. Çfarë përmban receta e sotme e gatimit të gjellës me bamje? 500 gram bamje të freskëta, 1 lugë gjelle uthull rushi ose limon, 1 qep e madhe, 2 domate të pjekura, 1 lugë gjelle salcë domate, 1 thelpi hudhër, 1 lugë çaj sheqer, 4-5 lugë vaj ulliri ose lule dielli, 300 ml ujë të ngrohtë ose lëng mishi, krip dhe piper i zi. Ne, në procesin e parë, kemi nisur në gjatë publicitetit ka urdisëm skuqëm pak bamjet, më pas tek vaji i tyre shtuam tani qepën dhe ujë. Qepën që e kam ngrirë në blender dhe kam 2 thelpit e hudrave. Do më duhet që qepa të dali transparente. Do të marrë dhe do të shtoj salsën. Tek salca shtoj 1 sekond sheqerin. E kemi thënë që sheqerin nuk e shtojmë tek salca që është e koncentruar, por tek domatja për të ulur aciditetin. Marr dhe e shtoj direkt. E kam prerë me gjithë lëkurë. Shumë të ori. I heqim lëkurën thonë. Unë kam të orin time të profesionit, që e lë lëkurën, jo në të gjitha, kur domatja është... Dhe unë e mbaj lëkurën në gatime. Sepse kjo është një domate që është, themi në thojza vitale, pra është gjithë tull. Mua pse më duhet i heq lëkurën? Hiqet lëkura kur ato domatet janë domatet për salcë. Edhe mos me e heq ato hiqet vetë. Edhe nuk është as e shishme dhe as e këndshme në përtypje ajo lloj domate. Kurse kjo është e duhur, pra është me tull, domatet nuk duhen dhe të bëhen shumë. Pra, unë kam një proces pothuajse gjysmë të gatshëm tani në këtë moment. Tek domatet, unë do të shtoj bamje. Gjë që direkt e 1 sekond. Ku kam bamjet, do të shtoj edhe kripën që e largoj. Dhe filloj, që të zënë vend. Do të bëhet gjithë salca ajo pjesa shoqëruese e bamjeve. Bamjet do të qëndrojnë me strukturën e tyre të paprishur, sepse edhe i skuqëm. Po të duam. Një hudhër e kalojmë në pelte dhe një pjesë tjetër e lëmë siç është. Të gjitha do t'i largojmë tani. Do të shtoj masën e piperit, sikurse kam edhe uthull molle. Të uthulla e mollës. Po të duam, ne mund të shtem dhe rigon. Edhe një përzierje, sepse nuk më lejohet më t'i jap një përzierje. Se prishet struktura e bamjeve, nuk e duam të prishur, se shumica e njerëzve pikërisht për atë strukturën dhe atë lëngun gelatinos që ato lëshojnë, nuk e konsumojnë bamjen, por ka disa mënyra, për shembull pjekja ose skuqja e tyre paraprake nuk e lejon që të shpërthejë ajo pjesa, që është shumë e shëndetshme dhe shumë e shishme, po disa nuk e konsumojnë. Pra tharja. Ka njerëz që gjithë jetën e tyre nuk kanë provuar bamjen ndonjëherë dhe shumë gabim.
I kemi ca këtu, hë? Edhe juve? Asnjëri. Ose kështu. Po sepse është kompakti i parë, si e kanë parë bamjen. Pra në qoftë se bamjen e kanë parë me lëng dhe në thojza të llaçkavitur, mua ajo më pëlqen, e jargavitur ajo e. Dhe nëse bamja është e tillë, dhe e thash nuk e tregova pra, është prerja e bishtit, po jo deri thellë prerja e bishtit. Piramide. Dhe ajo rreth prerja shumë e lehtë që mos u dalë ajo pjesa e bardhë dhe e ngjitse dhe e jargavitur. Ai është sekreti i bamjes. Dhe nëse ju zajreti keni bamjen e tharë, është akoma dhe më mirë. Por nëse ju i përtoni të gjitha këto dhe nuk dini, vendoseni në furrë. Ashtu. Ja, pra ka në skuqje, pra ka mënyra shumë të ndryshme. Sot ka mënyra pafund. Mos vendosi lugën shpesh. Po. Ne po të duam, këtë e kalojmë në tavë. Dhe do të kalojmë në tavë. Me një letër alumini, oni ke vrimë me një letër alumini dhe jemi shumë në rregull. Na merr më shumë kohë në tavë. Unë nuk dua që të marr kohën. Sepse koha është flori.